Ebu Bekri radiallahu anhu, sikurse e përshkruan zonja nderuar Aisha radiallahu anha, i thot bijës, se i thot o bab të marrim doktorin, thot më ka ardhur doktori, më ka taku. Thot, çfarë tha bab? Thot, më tha, s'ke ka të shkojsh pa ardhë ke unë. Nuk e ka të shkojsh pa ardhë ke unë. Pra që e ka myll jetën e kësaj bote. Shikoni se çfarë meraku ka Ebu Bekr Siddiku në ditët e fundit të vdekjes, në 15 ditët e fundit që ka vujt, nuk ka dalë më në xhami. Domethënë ka qenë teslim, kur i themi ne. Teslim arabisht faktikisht, domethënë i dorëzum, ky është qëllimi. Është teslim, është i dorëzum totalisht. Thotë ka dertin se kush do të jetë përzgjedhja për të bajt amanetin, don me kry ngjallëninë e tij. Dhe tek vetja e ka vendos. Mirë, po kërkon konsultën. O vëllezër, deri në fund, domethënë njëri me ta bën. Njëri me jetesën e fesë, se jeton fenë. Thret të parin Abdurrahman ibn Auf. I thotë Abdurrahman, si duket Umeri ty? Pra i ke vetja e ka nda, që ai që duhet pri, mas Ebu Bekrit është Umeri. E si duket Umeri ty? Dhe Allahi thot, ç'me të thonë, thot Ebu Bekrit, dhe me thonë ti e njeh më mirë se unë. Thot leje çfarë njoh unë po të pyes çfarë njeh ti. Pra kur të pyet tjetri, dhe ti si përdal për situata, se kjo na ndodh gjithëve, se ne këto duhet përfitojmë. Si përdal nga situata ose përgjegjësia e përgjigjes, pa çfarë ta më shkretë ti e njeh më mirë. Po ai po mos kish pas nevojë me të pyet ty, nuk të kish pyet. Ish mjaftuar me atë që din ai. Po se duket ty? Vallahi thot, më i mirë se ç'din ai veten e vet. Edhe më i mirë se që din ai veten e vet. Pastaj i thret Uthmanin radiallahu anhu. I thotë Uthman, ç'mendon ti për Ebu Bekrin? Dhe Uthmani, sikurse i pari, thotë që ti e njeh më mirë, më falni për Omerin. Allahu shpërblen. Thotë unë po të pyes çfarë thua ti, jo çfarë them unë. Thotë Uthmani radiallahu anhu, e brendshmja e tij, pra ajo që ai fsheh, është më e mirë nga ajo që ai shfaq. Pra është më i mirë se ç'duket. Është më i mirë se ç'duket.